një gjë e tillë ka qenë e pritur dhe është, domethënë duhet edhe Beogradi të sheh se gjithçka që bëhet në Ballkan nuk duhet bëhet me lejen e tyre. Ata kanë pritur që për një aleancë të tillë të marrin lejen nga Beogradi. Mirëpo ato kohra kanë perënduar dhe vendet e Ballkanit të lirë, vendet e Ballkanit perëndimor janë vende të lira të cilat vendosin për të gjitha partneritetet, marrëveshjet dhe aleancat e tyre, përderisa ne të gjithë e dimë se Serbia është një nga vendet që është shprehur edhe hata se nuk pretendon se të jetë anëtare e NATO-s. Pra synimet e saj nuk e çojnë drejt NATO-s dhe si të tillë ajo mund të bëjë ankesa sa të donte sekretari përderisa kjo marrëveshje është arritur dhe nuk është një marrëveshje që është bërë sot për nesër apo një marrëveshje që është arritur brenda ditës, po është një periudhë e gjatë që është punuar drejt kësaj marrëveshje dhe sipas fjalëve të ministrit të mbrojtjes së Kosovës, zotit Maqedonci, shumë shpejt pritet që pjesë e kësaj aleance të jetë edhe Bullgaria. Pra nuk do të kemi kufizim ndërmjet këtyre dy vendeve, ndërsa sa i përket pjesës se sa është legjitime dhe sa është e lejuar nga NATO marrëveshjet apo aleancat të tilla, ne kemi raste të tjera që kanë vende të tjera që janë anëtare të NATO-s dhe kanë aleanca të tilla. Për shembull, Greqia ka një aleancë me Francën. Dhe aleancë të këtij lloji me Francën, pra kur ka nosur rreziku për një luftë turko-greke. Pastaj kemi marrëveshje apo aleanca ndërmjet Turqisë dhe Gjermanisë. Ka dhe aleanca të tjera që për momentin nuk po kujtohet dhe një aleancë ndërmjet 3 vendeve të Ballkanit është vetëm në të mirën e stabilitetit dhe ruajtjes së qetësisë në atë rajon dhe shkon në favor me të gjitha pikat e aleancës veriatlantike të NATO-s. Dhe në këtë mënyrë Kosova jo vetëm që përfiton për ruajtjen e suverenitetit apo mbrojtjen në një rast të rrezikut që nuk e mendoj se do bëhet ndonjëherë, mirëpo përfiton edhe në përgatitjen e ushtarëve të saj për drejt antarësimit të Kosovës në NATO, pasi për antarësim duhet bëhen reforma të dukshme në ushtri, duhet të bëhen shumë gjëra të tjera, janë gjëra të cilat nuk është kohë e gjatë që i kanë kaluar si Kroacia ashtu edhe Shqipëria dhe në këtë mënyrë ato dy vende do ta ndihmojnë Kosovën drejt integrimit të saj të plotë në aleancën veriatlantike. Unë mendoj që kjo mund ta shohim vetëm si diçka pozitive për gjithë rajonin. Një gjë e tillë duhet t'i gëzohet edhe vetë Serbia. Zoti Veriu, zoti Geca, ju falenderoj shumë për kohën që gjetët dhe për diskutuar në lidhje me këtë temë. Faleminderit, grazie. Dhe shikues të dashur, para se